Po çështja ose Kurti nuk i pranon gabimet politike, ajo është kokë fort, edhe pse thuhet se ka studiuar për kompjuterat, unë nuk shiqoj ndonjë mençuri në anën e tij. Ai bën zgjedhjet në komunat e Kosovës ku dalin 3 veta votojnë dhe i quan ato zgjedhje të suksesshme. Besoj që kemi ashtu kryetar të komunave ku janë zgjedhur vetëm me anëtarët e familjes të kandidatit për kryetar komune, dhe del Kurti dhe thot i kaluan zgjedhjet me sukses. Ai nuk e kupton që në politik mos pjesëmarrja në zgjedhje apo bojkoti zgjedhje, do me thonë vendim politik. Pra ai popull në atë komunë ka vendosur që mos ta votoj për kandidat për kryetar personin i cilin e kanë kandiduar. Pra mos pjesëmarrja do me thonë refuzim, delegjitimim. Mirë po ai përpiqet që vetëm ti arsjetoj veprimet e tyre në aspekt legal, pra i mendon se ka bërë zgjedhje dhe ka fituar. Mirë po çdo kund në botë zgjedhjet kanë senzus quhet. Pra të paktën 1/3 e banorëve të atyre duhet të dalin në zgjedhje. Nëse 1/3 e atyre banorëve nuk do dalin në zgjedhje, ata zgjedhje anullohen dhe organizohen përsëri të shiqohet se çka është problemi. Ne tani në Maqedoni kemi zgjedhje lokale, dhe nëse në Gostivar nuk dalin të paktën 27.000 votues të votojnë, anullohen zgjedhjet. Dhe qeveria mund të emroj një ushtrues detyre, që mbas 2 muajve sipas ligjit të formohen zgjedhjet të reja dhe kandidat ndoshta të ri. Pra të gjithë këta i anashkalon Kurti dhe i quan fitore politike. Mirë po kur del jashtë Kosovës, ai e kupton se të gjithë e sulmojnë, për shkak se edhe Serbia ka shumë material që ta kritikoj Kosovën dhe tregoj shiqoni si diskriminohen qytetarët serb në Kosovë, dhe kjo e dëmton diplomacinë e Kosovës dhe si rezultat ne shiqojmë tani që në OKB mblidhen të gjithë kryetarët e shteteve të botës dhe gjithë diplomacia sot për sot është në New York dhe Albin Kurti nuk e fton askush dhe si duket tani ka shkuar privatisht ndoshta ndonjë restorant të pinë ndonjë çaj nga një lobi i shqiptarëve, të cilët do të bëjnë ndonjë fotografi dhe të ta nxjerrin në Facebook, përderisa presidenten Gjosa Osmani mund ta shiqojmë të fotografohet në ndonjë korridor kur rastësisht do të ndale ministrin e punëve të jashtme të Amerikës Marco Rubio, apo me presidentin Trump mund të dalen fotografi, ashtu sikur ka dalë Lul Basha apo Këlliçi, të cilët i paguajnë dikon 20.000 euro për të marrë pjesë në një darkë si lobistë, dhe fotografohen dhe u nxjerrin qytetarëve të Kosovës ja suksesi i diplomacisë të Kosovës. Pra është sharake gjithë diplomacia e Kosovës. Dua që të sqarim diçka, edhe për ata që na ndjekin. Arsyeja e pezullimit të dialogut strategjik mes SBA-s dhe Kosovës, cila është ajo që shumë komentues apo dhe ndoshta opozita në Kosovë pretendon se është veprimet destruktive sa i takon formimit të institucioneve, pra vonesa në kuvend, etj, mos konstituimi i plot i kuvendit, apo në fakt është përpjekja për të përjashtuar listën serbe. Siç ka dalë edhe një lajm 2 ditë më parë në mediumet e Kosovës, ku siç ato citonin një zyrtar të departamentit të shtetit, ku ky e vinte theksin pikërisht tek veprimet e Kurtit karshi serbëve. Cila është nga këto të dyja? Se në fakt kjo ndarja midis këtyre 2 gjërave e ndan edhe debatin. Po tani unë nuk e ngjek debatet në Kosovë, me të vërtet nuk kam, i thojmë ne nerva, nuk kam që të ndigjojmë, për shkak se ata vetëm shahen njëri me tjetrin në për debate në Kosovë dhe nuk japin asnjë mendim, nuk zgjedhin asnjë problem me fakte konkrete dhe kuptohet është me rëndësi aspekti juridik të analizohet. Për mendimin tim është falimentimi i institucioneve të Kosovës, arsyeja sepse është shtyr debati. Për shkak se sot nuk kemi një kuvend legjitim, ende nuk është konsoliduar sipas kushtetutës së Kosovës, nuk kemi një qeveri legjitime, edhe pse vazhdon të funksionojë qeveria, po kuptohet që është një haos i vërtet, për shkak se kryeministri edhe shkon në parlament voton si deputet, edhe shkon në qeveri merr vendime si kryeministër. Pra kemi
parimin kryesor të ndarjes së pushtetit, checks and balance, si kur i thuhem, ai e thyen. Pra edhe është pjesë e pushtetit legjislativ, edhe është pjesë e pushtetit ekzekutiv. Dhe për ta komplikuar ende më shumë këtë, ai e bën edhe interpretimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese. Pra ai hyn edhe mbi pushtetin gjyqësor. Edhe pse gjykata kushtetuese sjell ndonjë vendim, ai bën interpretimin e vet, sikur i konvenon atij, thot 2020-ën ata e sollën këtë vendim, kjo do me thonë kjo, edhe kuptohet edhe zyra e presidentes është diskredituar duke dërguar mendimet e gjykata kushtetuese dhe me urdhër të qeverisë ka tërhequr ata mendime përsëri, pra edhe zyra e presidentes, edhe pse i afrohet mandati i fundit, pra nuk ka asnjë institucion në Kosovë dhe kuptohet që diplomatët e huaj nuk mund të ulen të bëjnë një negociat serioze, të marrin vendime serioze, për shkak se nuk ka njeri kompetent të cilët do t'i nënshkruaj dhe do t'i ratifikojë ata vendime. Edhe e kemi si shembull marrëveshja e Ohrit quhet, të cilat para 2 vite ndoshta e nënshkruajti Albin Kurti në Ohër, dhe të cilën Serbia nuk e nënshkruajti, por Kosova e nënshkruajti, dhe ku atë marrëveshje edhe pse ka nënshkruajtur Albin Kurti, tani e refuzon. Sikur e ka pas marrëveshjen përpara, nuk e ka lexuar, tani e shiqojnë se ka kritika të mëdha në Kosovë dhe nuk don ta implementojë. Pra nuk është serios. Prandaj edhe diplomatët e huaj shpresojnë që të vinë një politikan pak më serios, apo i njëjti Kurti që ta ndryshoj qëndrimet e ty dhe fjalën që e mban që ta përmbush dhe përpiqet për një dialog me shteteve të Ballkanit dhe mos bëhet një Zelenski i dytë i cili vetëm e luan rolin e një provokatori për të filluar një front të ri lufte në Ballkan kundër Serbisë si kundër përgjigje të ndikimit rus në Ballkan dhe në Serbi, dhe që mundet edhe në Serbi të ndryshohet pushteti dhe Serbia me Bosnjën të bëhen pjesë e NATO-s. Pra i leti harone interesat e përgjithshme, po të përkujdeset për interesat e kosovarëve, shqiptarëve, po edhe të serbëve të cilët jetojnë në Kosovë, që të sjellë një stabilitet politik. Në Kosovë, me çka do të vijë edhe stabiliteti ekonomik, marrëdhëniet e mira me fqinjet, ketë marrëdhëniet e mira me Maqedoninë, me Shqipërinë, të paktën të fillojnë nga fqinjet. Pra nuk ka marrëdhënie të mira as me Maqedoninë, as me Shqipërinë. Pra nuk është se presi diçka pozitive me këtë qeveri në Kosovë. E qartë, mirë. Zoti Dauti, kemi arritur në fund. Ju falenderojmë shumë për gjithë informacionet. Faleminderit. Nëse mund edhe një fjali. Patjetër. Tani më kujtohet për shkak se në shtator 2024 kryeministri juaj Edi Rama tha që në mbledhjen e ardhshme të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s do të kemi një shtet të ri të Bektashive. Pra duhet që ta bëni edhe temë këtë, që ai projekt dështoj dhe i drejtohem edhe komunitetit bektashian që mos bëhen pre e politikës së sionizmit ndërkombëtar dhe politika afatshkurte të Ramës, po që të përpiqen për bashkëjetesën fetare në Shqipëri dhe mos përzihen në politikë. Këtë deshat. E drejtë. Qartë. Mirë, të falenderojmë, frymëzim, ishte kënaqësi. Ju falenderoj. Faleminderit shumë, ju përshëndesim. Mirë, do të bëjmë një pushim të shkurtër e pas do të rikthehemi për të ndalur tek tema të tjera.